Një tentativ grabitje është regjistruar gjatë orëve të natës në qytetin e Pogradecit, ku 2 persona të maskuar kanë tentuar të grabisin një argjendari në lagjen numër 3. Sipas burimeve, autorët janë përpjekur të hapin me forcë qepenin e biznesit, duke arritur ta ngrihin atë deri në një hapësirë të mjaftueshme për të hyrë brenda. Më pas ata kanë thyer xhamin e derës kryesore, por në momentin që po tentonin të futeshin brenda, kanë vënë re afrimin e një patrulle policie dhe janë larguar menjëherë. Pronari i argjendarisë thotë se është grabitur dhe 2 herë të tjera më parë. Në orën 3:30 është hapur dyqani me kriko, makine. Është hapur, ka rënë sistemi alarmi edhe kanë ikur ata. Nuk kanë trazuar absolutisht asnjë gjë. Nuk është vjedhur gjë? Asnjë gjë. Vetëm se dyqani im është vjedhur mbi 3 herë. Gjatë kohës që unë e kam hapur si biznes. Demi pësi ka qenë i madh mbi 15.000 euro. Frikë për biznesit. Nuk shesim dot, nuk qëndrojmë dot se urdhërojmë. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Kajo Karafili, një prej akseve kryesore të qytetit ku operojnë 10 biznese, përfshirë edhe disa argjendari. Policia ka nisur menjëherë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa ka sekuestruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë nga bizneset përreth.